çka kemi parasysh me mendimin kritik dhe kush janë disa nga komponentët, se nuk është vetëm një aspekt komponent, vetëm të pyesësh, pra është proces. Nëse marrim me përkufizim, është aftësia për analizë të thellë dhe vlerësim logjik. Pra që për të arritur ke aspekti racional, ke mendimi logjikshëm, ti patjetër ke nevojë për këtë proces e mendimit kritik. Pra, ke përkufizimi, aftësia për analizë të thellë dhe vlerësim logjik për dalluar të vërtetën nga gënjeshtra, të dobishme nga e pavlera. Dhe normalisht, në këtë proces nuk mjafton vetëm të dëgjuarit, pra unë flas dhe dikush do bëj kritikën, por normalisht do të marr disa elemente. Do të përmaj disa elemente, si për shumë pyetja, verifikimi, meditimi, reflektimi, të gjitha këto janë pjesë e mendimit kritik. Vetë profeti alayhis salam mori mendimin e sahabëve, Habab ibn Mundhir, në rastin e betejës, pra ku do të jetë pozicioni. Gjithashtu, edhe në marrëveshjen e Hudejbijes, ai u këshillua, u konsultua, mori sugjerimin e bashortes vet për një problem madhor që u kryu midis profetit alayhis salam dhe sahabëve. Pra ato po vononin në zbatimin e urdhrit të profetit alayhis salam, kurse bashortja i vet tha, shiko, fillohet ti i pari, pikërisht me therrjen e kurbanit dhe heqjen e flokëve, dhe pastaj ato dy do të pasojnë. Pra, subhanallahu, është shumë e qartë edhe në historinë tonë që kemi, po themi, raste pafund të aplikimit të mendimit kritik. Për shembull në shkencën e hadithit, ilmu rijal. Pra që, po themi, proces kritik, pra ti që ke transmetuar hadithin. Gjatë dëgjimit të hadithit ka zonë gjumi, ke qenë i rregullt, memorien e ke pas të fortë, pra gjithë kalon njësit, që vetvete çfarë është? Është proces kritik, pra mendim kritik. Kemi rastin e imamlarëve të mëdhenj, Ibn Hanbeli, apo Imam Shafiu, që pikërisht janë, po themi, nga kolosët e mendimit dhe themeluesit e, po themi, shumë lëmive, usuli fiku, bazë dhe fikut, bazë dhe jurisprudencës, e kështu me radhë.